Lënda matematik. Tema: problema me raportin dhe përpjestimin. Rezultatet e të nxënit. Krijon raporte midis dy madhësive. Dallon zmadhimin dhe zvogëlimin midis dy madhësive me disa njësi. Zbaton raportet dhe përpjestimet në problema. Fjalë kyçe: përpjestim, raport, madhësi, njësi. Burimet: libri i nxënësit, situata të thjeshta me raport dhe përpjestim. Si ta kuptojmë raportin? Nëse një përmas është zmadhuar disa herë, ajo krijon një raport ose një përpjestim me të, e shohim në mënyrë figurative. Janë vizatuar për çdo 2 trekëndor 3 rrethor, pra është krijuar raporti 2/3. Ky raport do të ruhet edhe nëse vizatojnë më shumë trekëndor, pra nëse kam 6 trekëndor do kem 9 rrethor. Kujtojmë, kemi 2 drejtkëndça. Drejtkëndçi i parë ka gjatësinë 3 cm dhe gjerësinë 2 cm. Drejtkëndçi i dytë gjatësinë 6 cm dhe gjerësinë 4 cm. Se krahasojmë gjatësitë dhe gjerësitë e të dy drejtkëndçave, ne kemi krijuar raportet për gjatësinë 3/6, gjerësia 2/4 dhe përpjestimin 3/6 baraz 2/4. Problema me raport dhe përpjestim. Gjatësia e milingonës në figurë është 20 mm. Ajo është vizatuar 4 herë më e madhe se gjatësia e saj e vërtet. Sa i gjatë është milingona? Gjatësia reale me atë të vizatimit kanë krijuar raportin 1/4. Emëruesi tregon se është zmadhuar 4 herë. Atëherë në të vërtetë sa është? 20. Pjesëtim për 4 baraz 5 mm. Problema 2. Në një grup milingonash janë gjithsej 114 këmbë. Sa milingona janë gjithsej? Sa këmbë do të kishim nëse do të ishin 100 milingona? Zgjidhje. Qëse një milingon ka 6 këmbë, atëherë ne kemi 114. Pjesojmë për 6 që ka një milingon, gjejmë 19 milingona. Atëherë raporti është 19 për 114. Raporti 1/6 tregon një milingon 6 këmbë. Po 100 milingona, 100 herë 6 baraz 600 këmbë. Raporti 100/600 dhe përpjestimi 100/600 baraz 1/6. Problema 2. Për të përgatitur një byzylyk me ruaza, era përdor 5 ruaza të kuqe, 10 ruaza blu dhe 8 ruaza të verdha. A. Ajo ka 420 ruaza blu. Sa byzylyk do të përgatit? B. Ka 95 ruaza të kuqe. Sa byzylyk do të përgatit? Dhe C. Sa ruaza të verdha duhen për të bërë 32 byzylyk? Unë kuptoj që numri i byzylykëve me numrin e ruazave për secilin rast krijon një raport. Pra si e kuptoj? Një byzylyk 10 ruaza blu, ose një byzylyk 5 ruaza të kuqe, një byzylyk 8 ruaza të verdha. Atëherë, i marr të dhenat. 1/10 është raporti një byzylyk 10 ruaza blu. Unë shoh që më kërkohet kam 420 ruaza blu. Sa byzylyk krijohen me këto? Atëherë shoh që krijohet një raport i ri. Por gjithmonë të dy këto raporte do krijohet një përpjestim me njëra tjetrën. Pse? Sepse numri, sa herë që rritet numri i ruazave blu, do të rritet dhe numri i byzylykëve. Pra, unë si mund t'i krijoj këto dy thyesa të barabarta? Atëherë hidhem këtu 1/10 baraz me edhe pikë pyetje, sepse kjo më kërkohet numri i byzylykëve. Atëherë 10 me sa u shumëzua që u bë 420? Pra u shumëzua me 42. Atëherë po krijojmë thyesa të barabarta. Në këtë rast thyesat e barabarta krijon me shumëzim. Atëherë nëse unë shumëzova me 42 emëruesin, unë do shumëzoj me 42 edhe numëruesin. Pra do dali 42 për 420. Përgjigja duhen ose krijohen 42 byzylyk, kur kam 420 ruaza blu. B. E njëjta, krijohet i njëjti raport, pra më kërkohen sa byzylyk krijohen me 95 ruaza të kuqe. Atëherë shoh me sa është rritur pra emëruesi nga 5 është zmadhuar kjo sasia e ruazave. Me sa është rritur? Pra nuk e di. Them kuti. Atëherë kutia është e barabartë 95 për ose pjesëtim për 5 baraz 19. Pra janë thyesa të barabarta, kanë përpjestim gjithmonë. Atëherë me që unë shumëzova emëruesin me 19, me 19 do shumëzohet edhe numëruesi, pra krijohet thyesa ose raporti i ri 19 për 95. Pra me 95 ruaza të kuqe u krijuan 19 byzylyk. Rasti i tretë tani, unë di numrin e byzylykëve, por nuk di se sa ruaza të verdha janë përdorur për të bërë 32 byzylyk. Atëherë shoh, ishte pra për një byzylyk 8 ruaza të verdha, më janë krijuar 32. Atëherë si u krijuan 32? Pra kam këtu shritur madhësia e byzylykëve me 32, pra 1 herë 32 herë, pra dalin 32 byzylyk. Atëherë me që kam përpjestim,
Pra këtu kam një përpjesim, thyesat janë barabata, unë do shfrytëzoj me 32 edhe emërusin. Pra 8 e 32 dhe 56 dhe përgjigja D. Duhen 256 ruaza të verta për të krijuar 32 byzylyk. Vazhdojmë në libër. Problema 3. Ana përdori këtë sasi të përbërëse për të përgatitur 12 kek të vegjël, 1 filxhan miell, 4 lugë çaj sot buke, 3 vezë, 80 ml gjarë të shkrirë. 1/2 filxhan sheqer dhe 3/4 filxhan qumësht. Shkruaj sasinë e përbërëse për të përgatitur A. 24 kek të vegjël, B. 36 kek të vegjël. Këto përbërëse ekziston një lidhje midis tyre dhe sasisë së kekëve. Ky raport do të ruhet edhe kur më rritet sasia e kekëve. Meqense sasia e kekëve rritet 2 herë, atëherë sasia e çdo përbërësi rritet 2 herë. 12 kek duhet 1 filxhan miell, po për 24 2 fishi 2 filxhan miell. Kështu do vazhdoj me të gjithë përbërësit, duke krijuar përpjestimet me njëra tjetrën. Duhen 8 lugë çaj sot buke, do të duhen 6 vezë, 160 ml gjalp të shkrirë. Kujdes te filxhanët e qumshit dhe të sheqerit. Do të duhen 6/4 filxhan qumësht dhe 1 filxhan i plot sheqer për 24 kek. Kujdes kur shumëzojmë 3/4 me 2 dhe 1/2 me 2. Se çdo numër i plot shkruhet si thyes me emërus 1. Pra 3/4 er 2/1 baras 6/4, 1/2 er 2/1 baras 2/2 ose 1. Gjeni sasinë për 36 kek. Vizato të zvogëluar të rrezën tënde të studimit me një skic, ku gjatësia dhe gjerësia të jetë sa 1/100 e gjatësisë së vërtet. Trego hapat që do të ndjekësh, bëj paraqitje në fletore. Kur shumëzojmë një numër të plot me 100, i shtojmë këtij numri 2 zero. Nëse është numër me presje, bëhet shumëzimi sikur të ishte numri i plot dhe në fund vendosim presjen para shifrës së fundit. Kam 1/8 cm në vizat, i merr 100, 180 cm, sepse zerua pas presjes nuk ka vlerë dhe del 1/80 metra ose 1/80. Detyrë shtëpie. Krijoni 2 problema me raport dhe përpjesim dhe zgjidhini ato. 2 fletore pune, faqe 105-106. Mirupafshim.